dhanë një muaj ajo firma. Jam bashkëpunëtor të tërë. Edhe ato që më dhanë 80% të 80%. Ja, ky është shteti. Ky është shteti korruptuar. Prandaj, hiqeni frikën, dini protestu, protestoni për drejtën tuaj. Frikë vetëm na Zoti kemi, nuk kemi frikë na këta. Hajdutur. E kam takuar këta personalisht më 21/2021, në shkurt 2021. E më ka thënë, ke berë denancim tu, sa kam berë unë, s'ka berë, e gjithë populli shqiptari, në portalet e tua që Shqipëria se duam, se nuk është portali Shqipëria që duam, ka quar gjithë njerëzit e tyre, s'ka mundësi, ka mundësi, i thash, edhe jam 60 vjeç, i thash, edhe të tham, e qoj kokën time sa tërë kjo se të gjinje, i thashu. Kjo është rezultati. Jep urdhër kryetarit bashkis, të nese kryetarit bashkis më mbyll derën, si kur ti isha një kriminal. Kërkoj falje Partisë Demokratike që se kam votuar. I kërkoj falje. I bindur derë 2021 kam qenë me të majtën. Kërkoj falje doktor Sali Berisha dhe Partisë Demokratike, por u bëj thirrje të gjithë shqiptarëve të ndershëm, hajdeni këtu, protestoni se vetëm kjo protest paqësore do të largoj këta, ndryshe këta nuk e largon njeri, me ato që dëgjojnë, me i shishe verë 36.000 euro, është turp për të gjithë, të më falni, sepse jam shumë i irrituar. Para një ave ka marrë, më ka hapur dyert Partia Demokratike, ku do që vija nuk dalë do të nga shpia, nuk dalë do të nga shpia se me përdjekin. Veten policia në kohë më thoi emrat, po unë si njof. Vete pi kafe në i lokal sot të nesve nuk vete me. Kur vete marshishe në ujtë me vete. Se më duan të me eliminoj dhe fizikisht. Kështu, ja këta janë. Vetëm për mos ardhu. Nuk kam frikë, unë frikë vetë nga Zoti kam unë. A ti i për ullë në gjullë. Tjeve s'kam, se s'kam vrar njeri, po kërkojnë drejtën time. Si puna ime i bej gjithë thirrje populli shqiptar. Të ndershëm, të tërë që e duan, edhe të majve, të djathve, të tërë, se ka dhe të djathë që nuk vinë, se kam frikë. Hajdeni, mos kini frikë, thyeni frikë, dini protest paqësore bet në tërë botën. Përse bet? Për drejtat e tyre, për demokracinë, t'jenë të lirë, t'jenë të pavarur, t'jetojnë të mem të lirë, me kushte ekonomike, jo me kaqë. Të më falni, falemderit të gjithve, edhe më falni që zjata kaqë. Mimbrëma të gjithve, unë jam Manjola Luku, deputete e qarkut Durrës. Të dashur qytetar, gra, burra, djem me vajza, sot ne jemi këtu jo vetëm për një tupim politik, por jemi këtu për të thënë stop, për të kërkuar përgjegjësi dhe për të rindërtuar besimin që ky vend ka nevojë ta rifitoj. Së pari, në emër të grave shqiptare, nënave, vajzave, unë qëndroj para jush për të ngritur zërin kundër ligjeve që sot synojnë të shkatrojnë familja tona, ekonomin ton, demokracin dhe moralin kombëtar. Ne protestojmë sepse qeveria ka dështuar në detyrën e saj më themelore të garantojë mirëqenie, siguri dhe transparencë. Ne jemi dëshmitar se si atentatet në Shqipëri nuk janë më thjesht rënje shtetit përpara dhunës, por dhunë e kapur në bashkëpunim mes shtetit dhe banda kriminale, si që rezultoi nga ngjarja e rëndë në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit apo ngjarja e fundit në Elbasan, ku klismat e së motrës ushtrojnë për vëllain e ndjerë. A mundemi ne sot të heqtim për aferat e fundit që tronditën themelet e shtetit? Zëvendësja e Edi Ramës, Belinda Balluku, është kapur në biseda duke bërë pazar me paratë e shqiptarëve, e duke vendosur në për kafene se si ndërtohen tunelet, si vidhen urat, e se kush duhet të bëj supervizimet qore të objekteve pa siguri për qytetarët shqiptarë. Qindra raporte ndërkombëtare flasin për konflikt interesi, për keqpërdorim të pushtetit në Shqipëri. Sot, skandali me figurën e Belinda Ballukut dhe urdhrat e Edi Ramës nuk janë çështje të tyre private, por cënimi i rënd i interesi kombëtar të Shqipërisë që na prek të gjithëve neve. A nuk jemi ne dëshmitarët
se sa raporte të mediave ndërkombëtare, të cilët janë alarmuese dhe nuk duhet të injorohen. Janë këto raporte që i flasin ndërgjegjës së qytetarëve të lirë të Shqipërisë dhe që artikulojnë vendin tonë si një narkoshtet. Ne duhet ta kuptojmë një herë mirë se sistemi ynë është infektuar dhe se nuk mund të lejojmë që imazhi i vendit tonë të reduktohet në trafik droge, korrupsion dhe pastrim parash. Ne nuk jemi këtu për të brohoritur pa kuptim, por për të nisur betejën për të kërkuar një shtet që respektohet, që respekton qytetarët dhe që nuk lejon që klanet e të pushtetit të kapin organe drejtuese si pronë private. Shqipëria nuk është pronë e Edi Ramës dhe as arat e personale të Belinda Ballukut. Unë, si deputete, si grua dhe si përfaqësuese, ju bëj thirrje që të bëhemi të gjithë bashkë, ku paralelisht jo vetëm të protestojmë, por dhe të ndërtojmë një alternativë të re për vendin. Dhe për këtë duhen zgjedhje të lira të ndershme. Dhe zgjedhje të tilla me Edi Ramën kryeministër, aq më pak me Belinda Ballukun zëvendësin e tij, nuk ka dhe nuk mund të ketë. Ju faleminderit të gjithëve. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma pensionistë, mirëmbrëma palloshi i gjatë. Shikoni si ka ik gjaku, pik gjaku në fytyrë s'ka. E ka marrë te poshtë dhe nuk kthen më. Zoja zotërinj, motra vëllezër, pensionistë. Po vdes nën, po vdes. Thirrte para 90 vjetësh e ndjera Maria Tuci. Po vdesim fëmijë, po vdesim. Këtu në trojet arpnore, sepse na keni lënë të shkret, na keni lënë në dorë të një qeverie, në dorë të një komunisti, që nuk din gjë tjetër vetëm të tradhtoje, të mashtroje, të gënjeje, të rrëmbeje, vote të rrëmbeje, njerëz të vrasit, të presit, të bëje gjithë të zezat mbi trojet shqiptare. Ne na takoj të punojmë në dy sisteme, në sistemin socialist dhe në sistemin kapitalist. Ndërtuam sistemin socialist për 30, për 40 vjet, punuam, ndërtuam diga, ndërtuam hidrocentrale, ndërtuam metallurgji, çfarë ndërtuam? Po ku e dishim ne se pas kim pa ndërtuar tani jetën për bllokmend, të cilët furnizimet tona shkoshin atje, dilshin nëpër Europë, nëpër botë, dhe fshatari shkret, kënaqemi të cop buk mistri. Edhe ata e kishte të thatë, hate buk me buk, sepse ushqimet ishin të pakta. Si tani në kohën e demokracisë, ne po ndërtojmë sistemin kapitalist. Përsëri në sistemin kapitalist, ne pensionistët ndërtuam sistemin kapitalist, po përsëri po punojmë dhe po kontribuojmë për këta, sepse janë të bitë e bllokmenve, janë nipat, janë besat, janë fëmijët, janë të gjithë ata që ishin atëhere që janë edhe sot. Me ka taku shpesher të jetoj me pensionista. Qahen pa fund nga halli se si t'ja dalin me një pension 100 deri 200 euro. Më thoni ju si mund të jetoj një pensionist me kaq kur ilaçet i shkojnë 200.000 lek ose 200 euro. Se tani ka shku euro, leku ka shku aty bile. Me shkue diku për kreshnosh me 50 euro, nuk ta din për njerë, sepse ka ra poshtë 50.000 lekës. Kështu që shive që fa na kanë bo, edhe euro ne kanë vlerësuar. Pse është vlerësu euro? Dihe dhe jo punë. Zonja e Rama, Linda Rama, si ashtë e ke banka, mbledh euron, sa ma poshtë që të siguroje brez mas brezi, të siguroje jetën e lumtur të fëmijëve, të çfarë do të lindin pas ti që e ka me zotin Rama. Me të ka takur të flas edhe me pensionista që janë shumë socialista dhe që nuk vinë këtu sepse kanë një fëmijë në administrat, kanë një nip, një mbes, diku që punon. Dhe janë të merësisht, të trembur, të irrituar, sepse nuk ja dalin do të ta përballojnë këtë lloj katrahure që kemi në drejtimin e shtetit tonë.